Përtej kufive, një thirrje për dinjitet, studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut po kërkojnë atë që u takon. Ka çaste kur një kërkesë që në pamje të parë duket procedurale, në të vërtetë zbulon plagë shumë më të thella të një shteti. Kërkesa e studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut që provimet shtetërore të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe nuk është thjesht debat administrativ, as çështje teknike formularësh, vulash dhe zyrash. Është një provë serioze për sinqeritetin e shtetit të së drejtës, për kuptimin real të barazisë dhe për vendin që i lihet një populli brenda rendit kushtetues të një vendi që pretendon bashkëjetesë demokratike. Shteti i së drejtës nuk ndërtohet me parulla. Nuk ndërtohet me deklarata të bukura për respekt dhe shumë etnicite. Ai ndërtohet aty ku qytetari e ndjen veten të barabartë në jetën reale, në shkollë, në universitet, në administratë, në drejtësi, në punë, në të drejtën për të konkurruar dhe për të ecur përpara pa u ndier i huaj në gjuhën e vet. Pikërisht këtu qëndron drama e heshtur e shumë të rinjve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut. Ata nuk po kërkojnë privilegj, por po përballen ende me një sistem që i shtyn në margjinë sa herë që shqipja kërkon të jetë jo dekor, por instrument i dijes, i meritës dhe i profesionit. Kur një student detyrohet të jap provime shtetërore në një gjuhë që nuk është e tij, ai nuk po testohet vetëm për njohuri. Ai po vendoset në një pozitë pa drejtësie. Ai nuk hyn në garë i barabartë me të tjerët, por me një peshë shtesë mbi shpinë. Dhe kjo peshë nuk ka të bëjë me mungesë studimi, as me mungesë talenti, as me mungesë përgatitjeje. Ka të bëjë me faktin se sistemi i thotë, në mënyrë të tërthort por të qartë, për të hyrë në botën e profesionit duhet të lësh diçka pas, gjuhën tënde, vetveten, identitetin tënd. Kjo është arsyeja pse refuzimi i provimeve shtetërore në gjuhën amtare nuk mund të quhet thjesht ngërç procedural. Ai është shprehje e një diskriminimi institucional që përpiqet të duket neutral, por prodhon pabarazi reale. Është segregacion i fshehur pas gjuhës së zyrës. Është mënyra elegante me të cilën padrejtësia përpiqet të mos quhet padrejtësi. Dhe pikërisht këtu studentët shqiptar të Maqedonisë së Veriut meritojnë jo vetëm mbështetje, por respekt të thellë. Sepse ata nuk po kërkojnë favore. Nuk po kërkojnë ulje standardesh. Nuk po kërkojnë rrugë të shkurtra. Ata po kërkojnë që dia e tyre të matet drejt, që përpjekja e tyre të mos dëmtohet nga një pengesë që nuk lidhet me aftësinë, por me mungesën e vullnetit të shtetit për të pranuar plotësisht barazinë. Unë i dua të rinjt e Maqedonisë së Veriut. I dua fort. Dhe këtë nuk e them si frazë. E them si ndjenjë që më është ngulitur vite më parë kur vizitova Shkupin. Tek pazari i vjetër ndala gjallë. Eca ngadalë, vështrova fytyrat, dëgjova zërat, mora frym atmosferën e atij vendi ku historia, kujtesa dhe identiteti rrin pranë njëri tjetrit. Atëherë zemra më rëndua jo nga prania e gjuhëve të tjera që janë pjesë e jetës së rajonit, por nga frika se mos shqipja në troje ku ajo ka rënje të thella, po shtyhej në periferi edhe aty ku duhej të qëndronte me dinjitet në qendër. Ishte një ndjesë e dhimbshme, sepse gjuha nuk është vetëm mjet komunikimi. Ajo është shtëpi shpirtërore. Është kujtesë. Është lidhje me gjyshërit, me historinë, me emrin, me vetdijen kolektive. Por sot, këta studentë ma zgjuan përsëri dashurinë e madhe që kanë për të gjitha trojet shqiptare dhe për shqiptarinë. Sepse ata treguan se shqipja nuk është dorëzuar. Ata treguan se ende ka një brez që nuk e pranon heshtjen, që nuk e pranon nënshtrimin e qetë, që nuk e pranon të trajtohet si numër pa zë. Ata po na kujtojnë se identiteti nuk mbahet gjallë me fjalime boshe, por me qëndresë qytetare, me vetdije dhe me guxim për të kërkuar atë që të takon. Shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, ju duam. Ju duam jo si slogan momenti, por si pjesë të pandar të trungut ton kombëtar. Ju duam sepse çdo padrejtësi që bie mbi gjuhën tuaj, bie mbi të gjithëve ne. Ju duam sepse kur një student shqiptar në Shkup, Tetov, Gostivar apo Kërçov ngrihet për të mbrojtur të drejtën për të vlerësuar në Shqip, ai nuk mbron vetëm veten. Mbron dinjitetin e një kombi të tërë. Mbron idenë se shqiptaria nuk është relike muzeu, por frymë e gjallë që kërkon të jetojë me kokën lart. Qeveria e Maqedonisë së Veriut duhet ta kuptojë se nuk mund të ndërtojë legjitimitet demokratik duke i lënë shqiptarët gjithmonë në provën e durimit. Nuk mund të kërkojë besim nga qytetarët shqiptar, ndërsa u mohon ose u vonon të drejta që duhej të ishin normale prej kohësh. Nuk mund të flas për integrim, ndërsa në praktik gjuha shqipe trajtohet si problem për tu menaxhuar dhe jo si e drejtë për tu garantuar. Një shtet që i friksohet barazisë reale në gjuhë, në të vërtetë i friksohet vetë demokracisë. Sepse demokracia nuk matet me shumicën që sundon, por me dinjitetin që i jep tjetrit. Dhe nëse ky dinjitet i mohohet një studenti vetëm sepse kërkon të testohet në gjuhën amtare, atëherë nuk kemi të bëjmë me shtet të së drejtës, por me një rend që ende nuk është çliruar nga padrejtësia e vjetër. Studentët shqiptar të Maqedonisë së Veriut sot po bëjnë diçka të madhe. Ata po i japin zënjë të vërtetë që shumë kush ka dashur ta trajtojë si bezdi të vogël. Po tregojnë se gjuha shqipe nuk është pengesë, por themel. Nuk është barr, por pasuri. Nuk është çështje e së kaluarës, por kusht për një të ardhme më të drejtë. Dhe kjo përpjekje e tyre meriton të dëgjohet përtej kufive. Meriton të bëhet çështje kombëtare e ndërgjegjes. Meriton të mbështetet nga çdo shqiptar që e kupton se kur gjua jote shtyhet më njan, rrezikohet vetë dinjiteti yt. Sot nuk është dita për heshtje.
Është dita për t'u thënë hapur, shqipja në Maqedoninë e Veriut nuk kërkon lëmosh. Kërkon vendin që i takon. Dhe ata të rinj që po ngrihen për këtë të drejtë nuk po kërkojnë asgjë më shumë se barazi. Por pikërisht sepse kërkojnë barazi, ata po bëjnë një betejë të madhe.